Interesante është dhe pa diskutim është zonë interesante dhe ka qenë një nga, ose në strategjinë mbrojtëse konsiderohet një nga pikat më të avancuara mbrojtëse për Shqipërinë në rrethana të një lufte të mundshme. Kohët e funit është përdorur edhe për të xhiruar filma pornografik, domethënë si ishull aty. Ishulli Sazanit? Po. Nga kush? Nga kompani të caktuara. Pornografike? Po. Pra, në këtë kontekst, në A ti intereson kjo lloj gazetarie? Në këtë kontekst do të thoja që për aq kohë sa Shqipëria ose NATO nuk e ka konsideruar ke asetet e veta mbrojtëse, siç mund të ishte çështja e Pashalimanit apo vendet të tjera strategjike të cilat ka një lloj kërkese për të qenë pjesë e mbrojtjes, është e nevojshme që dhe ajo të shfrytëzohet. Por gjithçka duhet bëhet në kuadrin e transparencës absolute të një aseti kombëtar. Pra, duhet bëhet transparente kush janë kushtet me të cilët po i jep shteti shqiptar këtë pronë të Shqipërisë, sa vite, kush do të jenë përfitimet, si do të jenë gjitha. Pra, nuk është se është në një mëkat i madh, por do të mbetet i tillë për aq kohë sa Edi Rama do dëshiroj ta trajtojë siç e ka zakon si personalizim të pushtetit. Pra, duke u ndjerë në një farë mënyrë si pronari i vendit dhe jo si kryeministër i zgjedhur dhe kalimtar i një vendi. Kjo është e vetmja gjë që ngelet. Jo më larg se sot, zoti Berisha theksoi që ka patur disa tratativa edhe në kohën e zotit Meta kryeministër dhe më pas gjithnjë është tentuar për ta shfrytëzuar si një aset. Çështja është që nga një moment si një aset publik dhe me dobi ekonomike për vendin, në një lloj marrëdhënie të personalizuar për favore reciproke politike, po të karakterit personal dhe as pak kombëtar. Marrë edhe një koment nga zoti Burimi. Zoti Burimi? Shiko, lajmet e fundit me këtë projekt, si lajmet nga Shqipëria, lajmet sigurisht nga agjenci financiare, lajmet e Bloomberg, janë të qershorit korrikut kaluar. Nuk e di, ka një gjë treg, ka një të firmose, ka një projekt, ka një plan. Kjo është përpara se ta komentojmë. Ajo që dihet është se nuk është një investim amerikan rreth para një ose siç thash gabimisht, është duket gjithnjë e më tepër pranë konkretizimit të këtij projekti, zoti Burimi, mbrëmjen e sotme edhe vajza e presidentit Donald Trump është parë të hyrë në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Pra duket sikur jemi një hap përpara realizimit të gjithë këtij investimi në ishullin e Sazanit. Edhe debati në Shqipëri është i tillë që a duhet që Shqipëria një investitorit huaj qoftë edhe vajza e presidentit Trump t'i ofrojë këtë pasuri publike. Mbasi po dhe mbasi jo, sepse unë sot bëj një shkrim ku mbërë një test të kundërt, kështu që mendimin, që thoya që ardhja e bankës nuk jep për këtë gjë, është një alibi që mos shkonte Rama në Davos, tani blesa vlen. Po dhe një herë, janë gjëra domethënë që përpara shqiptarëve trajtojnë agjencitë e lajmeve botërore. Futuni internet, futuni Ivanka, Jared, Affinity Partners, Sazan, dalin shumë lajme. Po të fundit parat janë qeshor korrik të 2025-s. Nuk shoh çfarë është e reja. Ka ardhur të janë sigurisht, po kanë një deklaratë, ka diçka, ka një projekt. Ajo që dihet sot është se Affinity Partners ngriti, mblodhi $3 miliard para nga Arabia Saudite në kuadrin e marrëveshjes së Abrahamit, pra të njohjes së Izraelit nga vende arabe rreth para nga Arabia Saudite, dhe këto 3 miliard do investoheshin fillimisht në Izrael, në një farë në pjesë më të madhe parave. Ndodhi shtatetori i Hamasit, edhe me ndërmjet Sinit dhe Tony Blairit, që i dha mend, ai i tha, to 3 miliardin ti fusin Ballkan. Kam dy vende, kam miq të këshilloj, unë, Tony Blair, dy udhëheqës autokratik në Ballkan, Vučić dhe Rama, 1 miliard për Beogradin, 1 miliard e ca për Sazanin, kështu filloi të mëbet. Pastaj mbrapa Jared Kushneri, Affinity Partners ngritën edhe 1 miliard e gjysmë fonde të reja nga Katari dhe nga Emiratet, shkoi fondi 4 miliard e gjysmë. Po gjithçka ndryshon. Para një muaji Affinity Partners do blinte Warner për 93 miliard euro në Amerikë, hoqidor. Po ashtu do blinin pikërisht ato rënojat e NATO-s në Beograd, e para një muaji hoqendor. Kështu që edhe një herë
mund të jetë polemik shqiptare, debat shqiptar, por sot pas ka gjë konkrete sot. Nuk ka as edhe një gjë konkrete, nuk shoh. Ka një ligj, ka një program, ka diçka, nuk shoh sot. Qartë. Kështu që të presim. Duke qenë se jemi në fund të programit dhe një pyetje të fundit zoti Kalaja, duke qenë se sollëm edhe pjesën e gazetarisë roz. Kjo marrja e Ramës me helikopter si Ramaduro është gazetari roz apo politik roz apo është një nxirje e madhe? Është gazetari Liza në botën e çuditërave dhe unë e refuzoj domethënë ta komentoj. Kam qenë kundër kësaj retorike, edhe kundër kësaj euforie që ka pas dhe opozita deri diku ose personazhe të caktuara që në fund ditës dalin qesharak për vetë në vetë, domethënë. Njeriu duhet të jetë me këmbë tokë, ndaj Edi Ramës, unë nuk di që ka një urdhër arresti ndërkombëtar si për Madurën. Pastaj a është Shqipëria narkoshtet në stilin evropian, unë gjykoj që po, sepse kam parasysh ministrin Samir Tahiri, i cili u akuzu për trafik ndërkombëtar droge, kemi dënim të tij, pavarësisht se u dënu për çështje tjetër, por ky ishte thelbi. Projekti për kanabizimin e Shqipërisë që pranohet ndërkombëtarisht tani, që ishte eksperiment, pa diskutim, se janë vrarë shumë binënash, domethënë, me që fara ashashit qelloi e keqe atëherë, dhe pa diskutim kartelet e drogës që janë 18 deklarata të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk kam gjetë në shtet tjetër në Europë që ti thuhet që ti je kartel droge nga SBA-ja. Në rast se ju e dini, unë tërhiqem pastaj. Pra këto janë fakte në tavolinë. Kështu helikoptera, historira të tilla unë si besoj me të thënë drejtën. Ky është ndrimi juaj. Patjetër. Mirë, unë shpresoj që këto bordë e paqes përveç magjisë gjeopolitike dhe për vendet e tjera të sjellin pak paqe edhe për politikën shqiptare, të pasin këmbën dhe dorën e mbar. Unë ju falenderoj shumë për gjithë bisedën dhe argumentet që ndam mbrëmjen e sotme. Zoti Kalaja, shumë faleminderit. Zoti Olli, shumë faleminderit. Elkert, falenderoj shumë. Zoti Mushi, shumë faleminderit. Burimi, shumë faleminderit. Ju përshëndes nga Tirana. Nderuar shikues, jemi në